Më hallot, më shiruesit, më shirë bërësit, falenderimi I takon Allahut, I cili na udhëzoi në besim, na tregoi rrugën e vërtet, ty o Zot të jepet falenderimi për çdo gjë. Me të vërtet, Allahu dhe jetë e ti dërgon salavat për profetin. O ju që besoni, dërgoni salavat dhe paqe mbi to Zot, bëj që ne të jemi ata që ecin në rrugën e drejtë. Me të vërtet, pas do vështirësi e vjen lehtësi. O Zot, na bën të fortë për të duruar në vështirësi. Na dërgo paqe dhe mbështetje në zemrat tona. Thuaj, ai është Allahu një, Allah është I vetmi I pashoq. Ai është sunduesi dhe ne jemi robërit e Tij, të cilët kërkojnë mëshirë. Ai është ai që jep jetë dhe vdes, dhe të ai ktheheni. O Zot, bëj që ne të kthehemi tek Ti me paqe, na bën nga ata që hyjnë në xhenet. O Zot, falje për ne, për prindërit tanë, na udhëzo që të ecim sipas dritës e librit tënd dhe sunetit të profetit. Ati që friksohet nga Allahu, ai do t'jap rrugë dalje. O Zot, na jap marrësi dhe lehtësim nga çdo mundim, na fal dhe na jep kënaqësi. O Zot, bëj që ne të jemi nga ata që të kujtojnë Ty natën dhe ditën. Na bëj që Kurani të jetë mbrojtësi ynë, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.